Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse trupi ju dërgon këto 7 shenja, mund të vuani nga kjo sëmundje. Shkoni urgjent tek mjeku. Hormonet janë mediatorët që bëjnë të mundur një status ekuilibri në trupin ton në çdo situatë. Në raste të caktuara, sinteza dhe sekretimi i tyre shtohet ose paksohet, duke ju përshtatur edhe ndikimeve nga mjedisi i jashtëm. Tiroidja është një gjendër endokrine e vendosur në pjesën e përparme të qafës, pak më poshtë laringut dhe ka një rëndësi shumë të madhe për mirëqenien tonë, por ndonjëherë ajo mundet që të bëhet edhe subjekt i insuficiencave apo një sër patologjish për mirëqenien tonë, të cilat sillin ulje të sekretimit të hormoneve të tiroides, duke sjellë një sër simptomash dhe shenja në organizmin tonë. Por cilat janë sinjale që gjendra jone tiroides jep kur ajo nuk po funksionon ashtu siç duhet? Shenja kryesore mbetet gusha, pra zmadhimi i dukshëm i gjendrës tiroide në gushë. Femrat të cilat kanë avantazh për ta kuptuar më mirë nëse gjendra e tyre tiroides po funksionon mirë apo keq, janë pikërisht menstruacionet e tyre. Në qoftë se menstruacionet janë normale në sasi dhe në periudhat kohore të llogaritura sipas jush, atëherë ju nuk keni pse të shqetësoheni. Në raste të menstruacioneve të parakohshme apo edhe të vona, ose në disa raste sasi të larta apo të ulta të hemorragjisë gjatë ciklit, atëherë ju duhet që të dyshoni për shenja të një hiper ose hipotiroidizmi. Nxehtësia trupore është gjithashtu një ndjesi subjektive nga secili prej nesh. Kjo gjë mundet që të dallohet lehtësisht në qoftë se ne do të shohim njerëz se si janë veshur në rrugë. Dikush mund të jetë veshur shumë trashë dhe dikush tjetër pranë tij ose saj mundet të jetë veshur më holl. Përgjithsisht në rast se ju vuani nga hipertiroidizmi, ju do të ndjeni nxehtësi gjatë pjesës më të madhe të kohës, ndërsa në hipotiroidizëm ju do të ndjeni të nevojshme që të visheni sa më trashë për shkak të ndjesisë së ftohtë që ju do të keni. Pesha trupore është një fakt i cili duhet të vënë re tek vetja juaj. Normalisht që për rregullimin e peshës trupore si edhe të nevojave energjike nuk kontribon vetëm gjendra tiroide, por edhe faktorë të tjerë hormonal, nervor dhe metabolik. Por gjithashtu edhe tiroidja ka një rëndësi shumë të madhe e cila e mban atë nën kontroll. Ajo që vihet re më së shumti është njëkohësisht edhe rënja e konsiderueshme në peshë në rastin se një person vuan nga hipertiroidizmi, pra personi në fjalë bie në peshë edhe pse mundet që të konsumojë ushqim, po njësohej si më parë, apo ndoshta dhe më shumë. E kundërta ndodh edhe me personat të cilët vuajnë nga hipotiroidizmi, ata shtojnë në peshë nëse të ushqyerit e mbajnë në të njëjtën sasi si më parë. Flokët, vihet re se në keq funksionet e gjendrës tiroide ka një rënje të shtuar të flokëve për shkak të humbjes së fortësisë së rënjes së tyre. Kjo gjë mundet që të shtyjë në përdorimin e produkteve të caktuara farmaceutike apo kozmetike për të shmangur rënjen, por edhe drejt një vizite tek një mjek endokrinolog. Shenjat e para që ju mund të vini re të disfunksionit të tiroides do të përfshijnë lodhjen, dhimbjet muskulare, ankthin, stresin apo agitimin nervor. Këto shenja mund të jenë edhe normale në situata të caktuara, ndaj nuk duam që ju të shqetësoheni përpara kohe se të merrni rezultatet e analizave tuaja apo përpara se ju të bëni një vizitë tek mjeku përkatës. Mirë, po në qoftë se ju vini re disa prej këtyre shenjave, mos nguroni që të kryeni një vizitë tek mjeku juaj për të qenë të sigurt në lidhje me gjendjen tuaj shëndetësore.
Pasi problemet të cilat janë të lidhura me gjëndrën e tiroides janë vërtet të shumta dhe sjellin tepër shqetësime për organizmin tuaj. Hipotiroidizmi është një sëmundje e cila prek gjëndrën tiroide duke e penguar atë që të prodhojë sasi të mjaftueshme të hormoneve. Kjo sëmundje kronike mund të trajtohet dhe të kurohet me njësër medikamentesh, por edhe me kura natyrale. Sipas të dhënave, një prej tyre ka të bëjë pikërisht me lëngun e xhenxhefilit, një pije e cila përgatitet shumë lehtë dhe ka një efekt të shkëlqyer, ushqyesit e nevojshëm kundër hipotiroidizmit. Në momentin që trupi juaj preket nga hipotiroidizmi, metabolizmi juaj bie në gjumë. Hapi më i natyrshëm në këtë rast është pikërisht marrja e mineraleve për të aktivizuar gjëndrën tuaj tiroide. Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme, por njëkohësisht jo i vetmi. Magnezi, zinku dhe kaliumi janë gjithashtu 3 minerale tepër të dobishme, pasi jo vetëm që ju ndihmojnë të ndiheni mirë, por njëkohësisht lëngu i xhenxhefilit është i shkëlqyer sepse jo vetëm që plotëson nevojat tuaja për këto minerale, por mund ta pini rregullisht gjatë ditës pa pasur as edhe një problem. Si të përgatisni lëngun e xhenxhefilit? Receta e lëngut të xhenxhefilit është njëkohësisht e thjeshtë, por jep rezultate të shkëlqyera. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara xhenxhefili, një kastravec dhe gjithashtu një lug me gjethe mente të coptuara, 1 litër me ujë dhe 1 lug çaj me krip të jodizuar. Përgatitja: zjeni ujë në një tenxhere dhe pasi të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri tenxheren. Në një tas qelçi ju duhet që të shtoni xhenxhefilin, menten, kripën e jodizuar dhe gjithashtu copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zier dhe më pas mbylleni atë me një kapak. Kështu ju do të keni disa efekte tërësisht pozitive për shëndetin tuaj. Lëreni përbërësit të ndërthuren me njëri tjetrin për një ditë të tërë në temperaturë ambienti dhe të nesërmen ju duhet që ta filtroni këtë lëng. Lëngun me xhenxhefil ju mundet që ta pini për gjatë gjithë ditës dhe në qoftë se ky lëng juve ju duket shumë i fortë, ju mund që të zbusni intensitetin e tij duke shtuar më shumë ujë. Këtë kur mund ta bëni 1 deri në 2 herë në javë për 1 muaj. Sipas të dhënave, xhenxhefili është i pasur me magnez, kalium dhe me zink. Ai njihet si një ushqim me aftësi të pasura kundër inflamacionit. Njerëzit të cilët vuajnë nga tiroidja e ëndër duhet të përdorin xhenxhefilin rregullisht, sepse ai parandalon deformimin e fytyrës dhe qafës. Për më tepër, xhenxhefili është mjaft i dobishëm për eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trup. Prandaj sigurohuni që herën tjetër, pasi të drejtoheni tek ilaçet farmaceutike, të përdorni dhe këto receta, por gjithmonë me konsultën e mjekut. Gjithmonë mundohuni të shikoni sinjalet që trupi juaj po ju dërgon dhe të shkoni menjëherë tek mjeku juaj për të kryer vizitat e duhura për të kuptuar se çfarë nuk po shkon me shëndetin tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.